Për mua është një fitore shumë e bukur sepse janë shumë vite që unë garoj për ekipin e Tiranës dhe jam sportist për shumë vitesh dhe besoj që kam 3 ose 4 tituj të fituar të Agim Tafilit dhe është nder të fitoj këtë garë sepse është tepër e bukur dhe për nder një ish ciklisti tepër të fortë që ka bërë emër për ciklizmin e Shqipërisë. A kishte vështirësi ky garë? Patjetër, vështirësia më e madhe ishte ekipi i Shkodrës, sepse kanë sportista të rinj dhe janë tepër të fortë dhe besoj që do bëjnë një kombëtare shumë të mirë dhe do jenë shumë të fortë. Si janë kushtet e një ciklisti sot? Kushtet për të bërë stërvitje janë shumë të vështira për shkak se terrenet rrugët janë shumë të prishura dhe edhe njerëzit nuk janë shumë të edukuar për të respektuar sportistët. Domethënë ne kemi më shumë probleme me njerëzit që ngasin makinën sesa rruga është problemi më i vogël. Sa stimull të krijon pikërisht kjo fitore ndoshta për të ardhmen? Dhe cilat janë objektivat tuaja në ta? Çdo garë ka stimulin e vet, por kjo është e veçantë sepse është nder, siç e thash, nder të një ish sportisti tepër të fortë si Agim Tafili dhe është shtys për garat e tjera, për kampionatin ballkanik, kemi një garë në Serbi, ajo besoj do jetë gara më e fortë sepse të garosh në Serbi, Beograd me flamurin e Shqipërisë për mua është nderi më i madh që mund të arrijë. Cila do të jetë më e afërta? Jemi në Banja Luka në Serbi në datë 28 të këtij muaji.